proceset e divorcit dhe desha të pyes si ndodh me këto raste të kujdestarisë së fëmijëve, sa ka probleme realisht kur ndahet një çështje tillë. Kujdesta të them, Petritje e përshkruti se çfarë ndjenje përjetojnë fëmijët në rastin kur ju ndahen prindrit. Në praktikën time kom pas raste kur kanë qenë edhe madhor, mbi moshën 18 vjeçare, kanë qenë studenta, sidomos këtë rast vajzat kanë një ndeshmëri më të madhe, edhe megjithatë kanë përjetuar shumë rëndë, mos flasëm më për situatën kur janë ata të vegjël. Madje unë mendoj edhe pse për shembull për Evropë, për shtetet e avancuara, kjo çështja e zgjidhjes martesës është e rëndësishme, po nga ajo çka kom pa në Kosovë, unë konsideroj që ndarja e prindve ndikon edhe në formimin e personalitetit, edhe në rritjen e tyre, edhe në krijimin e tyre si persona të fortë. Domethënë ata në një moshë të njëjtë thehen edhe derisa të rriten edhe të kuptojnë se është, nuk ka diçka jashtë normale, edhe nëse dalin prindrit, mirë po megjithatë kanë pasoja. Pikërisht këtë pyetje që më bëre është delikatesa më e madhe me cilën ballafaqohemi në gjykatë, nga se ende, për referohem gjithmonë përvojës time, afër 90% rasteve, përfundojnë në mënyrë të vështirësuar me padi, edhe duke i kalu shkallëshmëri, shkallën e parë, dytën, madje kem kërkesa kur kërkojnë të shkojmë edhe në gjykatë supreme. Mirë po pikërisht problemi është te çështja e besimit të fëmijës, për arsye se aty të dy prindrit, që është normale, luftojnë cili do të ketë besimin e fëmijëve. Madje në këtë rast, meqense ligjet e Kosovës edhe ligji mbi familjen i Kosovës është ligj ekskluzivisht në frymën e ligjeve të shteteve të Bashkimit Evropian, janë disa kritere që mirën, që siç është tash këtë rast organi kujdestarisë, qendra për punë sociale, po flasim kohën kur nuk kem pajtime që kujna t'i besohet fëmijëve, ata japin vlerësimin, i shiqojnë kushtet tash në këtë kohë ku po qëndron babai edhe nana, edhe japin mendimin e tyre. Shpeshherë në praktik kemi pas raste kur dy qendra për punë sociale, si duket ka qenë një farë subjektivizmi, për shembull, po e marrim shembull, qendra për punë sociale në Fushë Kosovë ka propozuar që t'i jepet nënës fëmijë, ndërsa qendra për punë sociale në PD e ka arsyetuar se duhet t'i japin babait. Mandej në këtë rast për shikuesit do ju them që kur fëmijët i kanë mbushur 10 vjet, 10 vjet e një ditë, ata përmes psikologut, e cila i trajton paraprakisht, ata mund vinë edhe të deklarojnë në gjykatë që në momente shumë të rënda për ata fëmijë, por natyrisht në momente janë të rënda edhe për prindrit, për shkak se ata parafërsisht e dinë qasjen e tyre, mirë po në fakt aty është momenti kur dohen. Edhe problem tjetër është edhe çështja e kontaktit, sepse kjo është paket, shkon zgjidhja e martesës, besimi i fëmijës, çështja e kontaktit me prindin tjetër, varësisht kujt i beson, edhe çështja e alimentacionit, çështja e mbajtjes financiare apo alimentacionit. Dhe çështja e kontaktit të fëmijëve shpesh ndodh në praktik që ai prind i cili fiton fëmijët madje fillon që të krijon, te fëmiu ta bind edhe të ndikon, them drejt për drejt, që ai fëmijë t'i shmonget kontaktit me prindër, edhe pse pa harru, sepse në momentin kur mirret tek gjykimi, edhe është i formës së prerë, dhe gjykata vendos lidhur me besimin, me kontaktin, me mbajtjen financiare, parashihet që në mosbatimi i gjykimit është vepër penale. Pavarësisht cili dispozitiv është, për shkak se në petitumin e gjykimit, këto ndohen. Ndërsa te zgjidhja e martesës kryesisht nuk ka ndonjë sfidë gjykata, për shkak se aty ne ju sqaron trupi gjykues, pikërisht të raste duke qenë ashtë ndjeshme, parashihet që të marrin pjesë edhe gjyqtarët përrët. Gjyqtarët përrët ata janë gjyqtarë të cilët kanë, një përvojë të mirë, janë persona kredibil, edhe në këtë rast të zgjidhjes së martesës nuk kemi atë shumë problem. Problemi ndodh te këto kategori tjera, po problemi dhe më i madh, të cilit ju e bërë në hyrje të emisionit, e që mua më pëlqej është çështja ku më tutje do të banojnë çifti i cili beson fëmijët. Këtë rast nuk po dua ta tanoj që jam grua, për shkak se para ligjit të gjithë jenë barabartë grua po burr, mirë po tena siç është tradita tena dhe shtetet e tjera,
por shtete tjera ndryshe rregullohet statusi kur martohen. Kryesisht gratë shkojnë te burri dhe në moment kur ato ndohen, realisht jesin me fëmijë, them në përduar, edhe në përkom nga arsyeja se pavarësisht që ligji mbi familjen lejon edhe ndarjen e pasurisë, praktikën gjyqësore nuk e di pse ndodh kjo, ata e ndojnë këtë çështje, edhe e konsiderojnë se nuk është me prioritet, siç është domethënë këtë rast zgjidhja martesës, besimi i fëmijës, vendosja e kontakteve, çështja e alimentacionit e tjerë. Prandaj këto sfida, shembullun e kam 2-3 kliente me cilat i përfatsoj, jo me pa di në gjykat, ato janë me fëmijë tash të prindët e tyre, edhe çfarë presioni unë kam me të drejtë për arsye se pavarësisht mundi që e ka bo kontributit, kontributi martesor është kur prej momentit lidhjes martesës deri zgjidhja ajo çka është kriju bashkë, është pasuri e përbashkët, mirë po pikërisht o problem për arsye se më vjet gjykata për shkak të landëve të shumta që i ka, nuk ju jep prioritet kësaj situate edhe jesin këtë rast pikthallit. Mandej është mja problem sidomos te rastet kur edhe pse ligji dhe në këtë drejtim kujdeset cili prindi ka kushtet ekonomike, më të mira, problemin e kemi edhe te zbatimi i pjesës së dispozitivit ku kemi të bëjmë me mbajtjen financiare, për arsye se po e marrëm shembull për me cilën e kuptuar nga të shikuesit, në marrjen e gjykimit fëmijët janë të vegjël, edhe po e marrëm sillet dikon pragu 150 për një fëmijë e më tutje, edhe pse në praktikë kanë ndodhur raste në caktu 500-700 euro. Mirë, po me kalimin e kohës fëmija ka kërkesa. Prandaj këtu është telasja se në moment kur vendoset këto me akt gjykim për kategoritë të cilat i përmenda, ata fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, apo në rastet kur janë edhe studenta, mund, nëse është avokati profesionist, ke drejtim të kërkon me akt gjykim që deri në moshën 26 vjeçare mbajtja financiare t'i jepet. Këtë rast burrat hezitojnë, pa mandej ndodh ndonjëherë edhe mos kuptimi jam me ta, edhe pse ka raste kur i përfatsoj, për arsye se ata më njëherë si ndohen, planifikojnë që ta krijojnë martesën tjetër. Edhe shpesh herë më thonë, po do të më marr gruan tjetër, do të më marr gruan tjetër edhe detyrona që them rregullt. Pajtohem me juve, po ata fëmijën t'juft. Është duhet me mendu, domethënë krijosh familje, mas pari dhe lidhjen e konorës, edhe kur lindin fëmijët është një përgjegjësi prindore. Mandej kjo përgjegjësi prindore ndonjëherë din që nëse nuk kujdesesh, është dispozit e veçantë dhe kodit penal të Kosovës, ku kom pas raste, domethënë tash nuk ka brenda 3-4 muajve, kur prindi, është vendos në bankën e të akuzurit për shkak të mos përmbushjes prindrore, për shkak se deri në moshën 18 vjeçare prindit kanë obligim fëmijët t'i mbajnë, siç parashihet edhe me ligjin mbi familjen, që kjo çështje preket shumë pak edhe prindrit kur plakën